Ajo ishte fshehur në dollap, duke pritur momentin e dur për të friksuar burrin e saj, Artin, si një shaka. Por kur hyri në dhomë dhe ai nisi të fliste në telefon, zemra e saj u drodh. Fjalët që ndëgjoi i shkatruan jetën. Një martesë e ëndërruar, një dashuri që dukej e vërtet, u shndrua papritur në një makt tradhtie dhe mashtrimi. Si do të reagonte Viktoria ndaj këtij zbulimi shokues? Dhe çfarë fshihi pas fasadës së përsosur të burrit të saj? Shikoni për të zbuluar të vërtetën tronditëse të kësaj historie. Viktoria qëndronte para pasqyrës, duke prekur me gishta vjen elegante të qafës së saj. Pasqyrimi tregonte një grua të bukur me një buzëqeshje të lehtë. Por brenda saj, gjithçka zihente. Imazhet e dasmës së tyre të fundit i kaluan para syve. Dita që duhej të ishte fillimi i jetës së tyre të lumtur së bashku. Dasma u zhvillua në qytetin bregdetar të Castle Bate, ku ajo kishte ndëruar ta vizitonte që në fëmijëri. Arti i propozoi aty, në dritën e yjeve, në sfondin e valve që ulurinin. Ai ishte simpatik, i sjellshëm, i kujdesshëm. Fjalët e tij për dashurinë tingëllonin të sinqerta. Në atë moment Viktoria nuk kishte asnjë dyshim. Ky është ai, burri i saj. I saj përgjithmonë. Ata u takuan një vit më parë në një ngjarje bamirësie. Arti ndihmoi në organizimin e një mbledhje fondesh për një jetimore. Viktoria ishte vullnetare. Ai u afrua asaj me një gotë shampanje dhe një shaka, dhe brenda pak minutash mes tyre kishte lindur një shkëndi. Pikpamjet e përbashkëta, lehtësia e komunikimit, besimi që ai rrezatonte, të gjitha këto ishin tërheqëse. Ai më kortezonte bukur, lule, darka, shëtitje në shi. Ai ishte ai që ajo kishte kërkuar gjithë jetën. Pas së dasmës ata u zhvendosën në një rezidencë komode në periferi, me një teracë, pamje nga pylli dhe aromë pishash në mëngjes. Arti e kishte bler atë paraprakisht duke thënë se kishte ndëruar gjithmonë të jetonte në një vend të tillë me gruan e tij të dashur. Javët e para ishin si një film. Verë në perëndim të diellit, mëngjese në shtrat, biseda të pafundme për të ardhmen. Viktoria kapi çdo moment, i dukej se po jetonte në një ëndër, por së shpejti, përalla filloi të zbehej. Viktoria vuri re ndryshime. Arti fliste në telefon gjithnjë e më shpesh, duke shkuar në një dhomë tjetër. Ai shmangte bisedat për punën dhe financat dhe bëhej i irrituar nëse ajo bënte pyetje të panevojshme. Ai kthehej më vonë se zakonisht me një pamje të lodhur, të largët. Gjithçka është në rregull? E dashur, jam thjesht i ngarkuar në punë, tha ai dhe e puthi në ballë. Donjëherë ai fshihte laptopin, duke mbyllur skedat kur ajo hynte në zyrë. Dhe një ditë ajo vuri re se ai ndryshoi temën e bisedës kur e vuri re atë tek dera. Gjëra të vogla, por secila prej tyre la një gërvishtje. Viktoria u përpoq të largonte mendime shqetësuese. Ajo i tha vetes: ai është i lodhur, por gjithçka do të jetë mirë së shpejti. Të gjitha çiftet kalojnë nëpër këtë periudhë. Atë mbrëmje ajo vendosi të organizojë një surprizë. Ajo donte të sillte pas lehtësinë lojën argëtimin. Bleu një tortë, veshi të brendshme të reja, hyri në dhomën e gjumit para tij dhe u fshi në dollap. Ajo donte ta friksonte si shaka, duke kërcyer jashtë në momentin e dur, siç kishte bërë më shumë se një herë më parë. Por kur ai hyri në dhomë dhe foli në telefon, Viktoria ngriu. Po, jam këtu, tha i qetë. Gjithçka shkoi sipas planit. Një dasmë është një formalitet i pastër. Ajo nuk dyshon asgjë. Do të nënshkruaj të gjitha letrat. Besimtare, siç thanë, ne mund të kalojmë në fazën tjetër së shpejti. Një drithërim i kaloi nëpër shpinë. Ajo nuk mund të merrte frymë. Zëriti i njohur dhe i dashur tingëllonte i huaj. Tradhtia nuk e dëmtoi thjesht, por e goditi si një gur. Kur Arti u largua, ajo qëndroi në dollap për një kohë të gjatë e pa aftë të lëvizte. Lotët i rritnin në përfaqe, duke u përzier me pluhur dhe frikë. Por paniku nuk do të ndihmonte. Ajo kuptoi se nëse ai ishte aftë për një gënjeshtër të tillë, ajo duhej të ishte e kujdesshme. Duhet të di me kë po flet. Çfarë letrash? Çfarë po planifikon? Fshiu lotët, qëndroi para pasqyrës dhe detyroi një buzëqeshje. Tani loja kishte filluar.
Ajo do të jetë ajo që ai dëshiron të shoh, por të fituar kohë dhe për të zbuluar të vërtetën. Personi i parë të cilin Victoria vendosi t'i tregonte ishte shoqja e saj, Emma. Ato njiheshin që nga shkolla dhe kishin kaluar shumë. Emma nuk u befasua. Ti gjithmonë ke pasur një nuhatje, Viki. Nëse e ke ndjerë, atëherë diçka nuk shkon. Ato hartuan një plan. Arti shpesh bënte banje në mbrëmje dhe linte telefonin në komodinë. Victoria duhej ta shpërqendronte dhe të merrte akses. Fjalëkalimi do të ishte i thjeshtë. Data e dasmës, korrespondenca përmbante një mesazh: nesër në 22. Magazin te moli vjetër. Mos haro dokumentet. Mbrëmjen tjetër Victoria dhe Emma mbritën në vend. Ato u shfaqën në shkure duke u mbrojtur nga drita e rrugës. Zemra e Victorias rrihte aq fort sa kishte frikë se zhurma mund t'i tradhtonte. Arti mbriti në kohë. Një burr me pelerinë të errët po fliste me të. U martova dhe fitova akses. Nuk ka mbetur shumë. Parat do të jenë në llogari së shpejti. Dhe çfarë do të ndodh me të? Pyeti Artemi. Mos u shqetëso, do ta heqim. Ajo nuk është problem, u përgjigj burri. Victoria pothuajse bërtiti. Emma i shtrëngoi dorën. Ato filmuan gjithçka me video. Regjistrimi u bë mburoja e tyre. Por ato e dinin se një regjistrim nuk mjaftonte. Nevojitej më shumë. Disa ditë më vonë, kur Arti u larguan me punë, Victoria dhe Emma hyn me forcë në zyrën e tij. Ato gjetën një kasafortë pas raftit të librave. Emma gjeti të provonte vitin e lindjes së Artit dhe kasaforta u hap. Brenda kishte dosje me dokumente, llogari fiktive, kontrata dhe skema për transferta në llogari offshore. Gjithçka konfirmoi se Arti ishte i përfshirë në një mashtrim të madh. Ato gjetën letra ku Victoria Gjoja kishte nënshkruar pëlqimin për të hapur llogari, për të transferuar fonde dhe për të transferuar aksione. Shkrimi i dorës ishte i saj, por ajo nuk mbante mend të kishte nënshkruar ndonjëherë dokumentat të tilla. Ai kishte futur ato nën maskën e letrave dashurie, formaliteteve të një kontrate martësore. Ajo skanoi të gjitha letrat dhe kontaktoi policinë. Arti u arrestua 3 ditë më vonë, pikërisht në shtëpinë e tyre. Ai bërtiste, akuzonte Victorian për tradhti dhe kërcënonte. Do të pendohesh, mendon se fitove, gjithçka mund të ndryshojë ende. Por ishte tepër vonë. Hetimi konfirmoi se ai mashtroi jo vetëm Victorian, por edhe 10 njerëz. Përdori martesën për të fituar akses në financa, vendosi letra për nënshkrime duke i maskuar ato si marrëveshje paramartësore. Gjykimi zgjati disa muaj. Victoria kaloi në për të sikur të ishte xham i thyer, por ajo nuk u dorësua. Arti u dënua me 9 vjet burg. Shtëpia ku jetonin nuk ishte më një shtëpi. Victoria e shiti dhe u zhvendos në një qytet tjetër. Ajo filloi terapi, filloi të merrej me yoga dhe gjeti punë në një librari të vogël. Njerëzit, libra dhe qetësia e ndihmuan të kthehej në vete. Ndonjëherë zgjoi natën e mbuluar me djerës të ftohtë me ndjenjën se Arti ishte pranë. Ndonjëherë ndëronte për një dasmë dhe një dollap. Por u bë më lehtë me çdo ditë që kalonte. Një vit më vonë, ajo shkoi në Castle Bay, ku filloi përhalla. Ajo shikoi oqeanin dhe diu erën që merrte mbetjet e dhimbjes. Dashuria që ndjente ishte e vërtetë, por personi për të cilën e ndjente, jo. Dhe sa do e frikshme të jetë, ajo do të mësoj të besoj përsëri, së pari tek vetja dhe pastaj ndoshta te dikush tjetër. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutem na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.